Kuvendi miratoi ligjin për Këshillin Gjyqësor me 73 vota për dhe 1 të përmbajtur, duke kaluar ligjin e parë formues për gjyqësorin. Ndryshimet kyçe janë seanca publike në procedurën për shkarkimin e kryetarit të Këshillit, saktësimi i kritereve për zgjedhjen e juristit të shquar, debat publik gjatë zgjedhjes së kandidatëve për antar jo gjyqtar për transparencë më të madhe, forcimi i kritereve për zgjedhje, përgjegjësi dhe shkarkim të antarëve nga radhat e gjyqtarëve dhe risi të tjera që janë në përputhje me rekomandimet e Bashkimit Evropian. Pushteti me lëvdata, опозита me dyshime për zgjidhjen e re ligjore. Со вака предложеното законско решение се уредуваат сите клучни прашања, изборот, одговорноста, мандатот на членовите на судскиот совет, начинот на работа и одлучување, како и изборот, оценувањето и одговорноста на судиите и претседателите на судовите. Јасно е дефиниран во предложеното законско решение и принципот на политичка неутралност, односно членовите на судскиот совет не смеат да членуваат во политички партии и според мене ова е темел и основа за независно судство. Овој закон не подобрува многу работи во процесот на избор, затоа што повторно не е онаа постапка, веќе и пред мене колегите говореа, која што се користи за изборот на членови на ДКСК и повторно последниот збор во процесот на избор го има токму Комисијата за избори и именување во собранието, така што не гледам како ќе биде изборот независен и при тоа нема ниту ранг листа, туку има листа на кандидати, што повторно остава можност на Комисијата да се избере и 15-тиот кандидат да биде прв и да влезе како член на судскиот совет. Ligji i ri parashikon kritere më të rrepta për antarët e Këshillit Gjyqësor nga radhat e juristëve të shquar, të propozuar nga Kuvendi dhe Presidenti i Shtetit. Kërkohet së paku 15 vjet përvojë pune në profesionin juridik, së paku 3 rekomandime nga profesor universitar, avokat ose gjyqtar kushtetues. Ndërkohë, në Këshillin Gjyqësor pritet hyrja edhe e 2 antarëve të rinj si juristë të shquar, pasi përfunduan mandatet e Vesna Damevës dhe Milazi Mustafës. Presidenti i Shtetit duhet të propozoj pasardhësit e tyre, pasi më herët paralajmëroi se do ta pres ligjin e ri me kritere më të ashpra për të nominuar antar për Këshillin Gjyqësor.